Nëse lajmëron në rastin në polici, ta vras djalin, babën, vllazërit e krejt familjen. Kjo është një prej kërcënimeve që sipas prokurorisë i është bërë një viktime në një rast të dyshuar të fajdës në Prizren. Dy vllazër nga Prizreni, Eduard Kaçinari 29 vjeçar dhe Anton Kaçinari 31 vjeçar, janë arrestuar në ndyshimin për fajde dhe për detyrim. Sipas dosjes së prokurorisë që e kemi lexuar, viktima ishte përballur për disa vite me kamata të larta, me presion e kërcënime. Dosja e prokurorisë përshkruan që viktima pretendohet se që prej vitit 2021, në periudha të ndryshme, mori nga Eduard Kaçinari rreth 249.000 euro para me fajde. Dhe sipas llogaritjeve, deri në vitin 2025 i ka kthyer mbi 650.000 euro. Gjatë verës së vitit 2021, viktima kishte dëgjuar që Eduard Kaçinari jepte para me kamat. Ai vendosi që fillimisht të marrë 4.000 euro para me fajde. Kushti ishte i qartë, 20% kamat në muaj. Kjo do të thoshte se ai do duhej të dorëzonte 800 euro në muaj vetëm për kamat. Pas 2 muajsh, viktima pagoi 1.600 euro kamat, po edhe e ktheu borxhin bazë. Historia nuk përfundon këto. Më pas, viktima merr edhe 10.000 euro me 15% kamat mujore. Pastaj edhe 20.000 euro të tjera, në total 30.000 euro. Për 7 muaj rresht ai pagujti nga 4.500 euro në muaj vetëm kamata. Në total, mbi 31.000 euro vetëm interes. Përveç kësaj, ai e kthen edhe 30.000 euro borxhin e bazë. Parat me fajde u morën për arsye të ndryshme. Viktima, sipas dosjes që ka siguru kallzo.com, fillimisht mori para nga Eduard Kaçinari për shkak të gjendjes financiare e më pas për shkak të sëmundjes së babait të tij. E borxhet vazhdonin edhe më tutje. Në vitin 2022, familja e viktimës përballet me një problem të rëndë. Sëmundja e babait të viktimës. Për këtë arsye, viktima merr edhe 30.000 euro të tjera me 10% kamat mujore. Për 7 muaj, pagua nga 3.000 euro në muaj, pra 21.000 euro vetëm kamat. Borxhi bëhet edhe më i madh. Më vonë ai merr edhe 15.000 euro të tjera me 10% kamat mujore. Borxhi arrin në 45.000 euro. Kamata mujore bëhet 4.500 euro. Për 17 muaj rresht, viktima paguan këtë shumë çdo muaj, në total mbi 76.000 euro vetëm kamat. Më pas, ai arrin ta kthen edhe borxhin bazë prej 45.000 eurove. Por, sipas dosjes, pagesat e mëdha futën në vështirësi të mëdha financiare viktimën. Ai fillon të merr edhe kredi në banka. Në mars të vitit 2024, ai merr edhe një hua shumë të madhe. Sipas prokurorisë, viktima merr 170.000 euro me 10% kamat mujore. E kjo, sipas formulës së fajdegjimeve do të thoshte 17.000 euro në muaj vetëm për kamat. Për 16 muaj rresht, ai pagoi këtë shumë në total prej 272.000 eurove vetëm për interes, pa përfshirë borxhin bazë. Për 249.000 euro të marra me fajde nga Kaçinari, viktima i ktheu të njëjtit me kamat hiç më pak se 651.100 euro deri në muajin gusht të vitit 2025, por mbetet sërish në borxh. Sipas dosjes së prokurorisë, kur viktima nuk arrin më të paguaj, nga i dyshuari i kërkohen 350.000 euro vetëm kamata, dhe që t'i kaluan në pronësi shtëpia dhe lokalet e tij. E sipas prokurorisë, këto pasuri vlerësohen rreth 1 milion euro. Dosja përfshin edhe vëllain e Eduardit, Antonin. Në dosje thuhet se në rastin e Antonit përfshihen 2 persona. Viktima e parë dhe një e dytë që bie në grackën e fajdeve. Sipas hetimeve, gjatë vitit 2025, Anton Kaçinari kishte dhënë viktime të dytë 80.000 euro me 10% kamat mujore. Këto para, më pas i janë dhënë viktimës së parë. Për 8 muaj rresht, paguhen nga 8.000 euro në muaj vetëm kamat. Në total, 64.000 euro. Më pas, sipas dosjes kërkohen edhe 200.000 euro kamat për këtë borxh dhe 350.000 euro kamata të tjera. Në total, 550.000 euro vetëm kamata. Për parat e dhëna për fajde, pati edhe kërcënime e edhe rrahje. Dosja përshkruan se në disa raste, viktima është kërcënuar se nëse lajmëron në rastin në polici, do të vritet ai bashkë me familjen e tij. Në dosje,
Përmenden edhe rastet të dhunës ndaj viktimës së dytë. Sipas hetimeve, ai është rror me grushte dhe shelma për ta detyruar që ta paguaj kamatën, ndërsa për herë të fundit, sipas prokurorisë, ishte sulmuar me datë 5 mars të këtij viti. Nën masa të fshata, në ditën kur Eduard Kaçinari kishte kërkuar pasurinë milionshë të viktimës së parë, kishte detyruar atë e nënën e tij që t'i bartin pronësinë, ishte nisur drejt përmbaruesit e më pas tek noteri. Me 11 mars 2026, Eduard Kaçinari shkon bashkë me viktimën dhe nënën e tij tek një përmbarues privat e më pas edhe te noteri. Në atë moment, policia ndërhyn dhe e arreston Eduard Kaçinarin në flagrancë, ndërsa vllai tjetër, Antoni, ishte arrestuar në shtëpi. Tani, dy vllazërit nga Prizreni, Eduard Kaçinari e Anton Kaçinari, po përballen me dyshimet për fajtë dhe detyrim. Prokuroria themelore e Prizrenit tashmë ka kërkuar paraburgimin ndaj dy vëllazërve dhe të njëjtit pritën që të paraqiten para gjykatës për masën e sigurisë. Kallzo.com ka kontaktuar me njërin nga avokatët e vëllazërve Kaçinari, Anita Qelaj. Përmes telefonit i ka konfirmuar Kallzo.com se është avokate e Anton Kaçinarit. Ajo tha se nuk mund të japin ndonjë deklaratë për rastin, ndërsa konfirmoi se seanca është mbajtur dhe deri më tani nuk kanë ndonjë vendim nga ana e gjykatës.